Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Të dasot në 9 janar dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Televiziv amerikan. 2022. Vdiq Maria Ewing, këngëtare amerikane e operës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Salini Vicës, i cili ka qenë një politikan shqiptar. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Salini Vica ka qenë publicist shqiptar, i dekoruar pas vdekjes, nderi kombit. U lind në Regjin të Kurveleshit të Sipërm, i biri i Aslan Xhebrajt,
djalë dëshiri i shtëpisë me 2 motra. I ati e qoj në shkollën në Vlorë, më pas në 1904 në Idadijen e manastirit ku ju dha mësim Bajo Topulli, më pas shkoj në gjimnazin Sosimea të Janinës dhe u caktua me punë mësuesie në Durrës. Gjatë kësaj kohe u përfshi në lëvizjen kombëtare shqiptare. Gjatë 1911-1912 u përfshi me lëvizjet kurngrisje të Shqipërisë së Jugut, arsye për të cilën u arrestua dhe u burgos në Stamboll. U lirua në ndërhyrjen e Ismail Qemalit dhe ja doli të vendosej mësues shqipeje tek Robert College. Salin Ivica me një grup studentësh të Robert College u kthye në Shqipëri pas pavarësisë dhe së bashku me Mustafa Hilmi Leskovikun themeloi në 1914 gazetën Populli që botoi në Vlorë dhe më pas kaloi në Shkodër. U bë po ashtu antar i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës dhe e përkohshmja që botonte dhe drejtonte u bë organi shtypit komitetit duke i dhënë zë Bashkimit Etnik Shqiptar, çështjes kombëtare dhe lirimit të Kosovës nga serbët. U vra në Shkodër nga Kolla Shiku, i dyshuar si agent i italianëve, por sipas deklaratës së tij, para se të pushkatohej, Nivica i kishte rënë në qafë. Pas 2 të shtënave, Nivica i ktheu duke hapur zjarr, por Ashiku arriti të futen në konsullat italiane. Nivica ndroi jetë në spitalin e qytetit. Nderime, mësuesi i popullit, 1961, për veprimtari patriotike, dëshmori vjetër i Atdheut, 1971, me vendim numër 6849 me 17 janar 2011, Salin Nivicës ju dha nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bamir Topi, dekorata më e lartë e Republikës, urdhri Nderi i Kombit. Emri i patriotit Salin Nivica mbahet nga disa institucione arsimore, siç është Gjimnazi i Përgjithshëm i Memaliajt e nga disa shoqata adhetare. Emrin e tij e mbajnë gjithashtu disa rrugë në Shqipëri e Kosovë, si në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Prishtinë. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për çokoladën Milka. A e dini se si është zhvilluar çokolada Milka? Milka është nga markat më të njohura të produkteve të çokoladës në Europë. Ju mund të keni vënë re postrat e një lope unike vjollc të paraqitur në një livadë alpin. Kjo lopë quhet Lila dhe është simboli i Milkas, një markë gjermane e çokoladës, e cila ka fituar zemrën e çdo dashamirës të çokoladës që nga vitet 1900. Kur mendojmë për Milkën, imagjinojmë shijet e pabesueshme, por gjithashtu na bën të ndjejmë gjëra të tilla si lumturia dhe gëzimi. Kjo është pikërisht ajo që Milka dëshiron që klientët e saj të ndjejnë dhe të mendojnë përderisa ne shijojmë produktet e tyre. Dhe pas kaq vitesh Milka mbetet e preferuara e të gjithëve. Shpikja e Milkës bazohet fuqimisht në ekzistencën e qumshtit pluhur. Ai filloi në vitin 1901 kur bari i parë Milka u prodhua në Gjermani nga çokoladasi zviceran Philipp Schudart. Para kësaj ai në Zvicër ai themeloi një kompani çokolade me emrin e tij, e cila më vonë u zgjerua në Gjermani dhe shpejt u bërë si qeri i preferuar për gjermanët dhe u përfshi në markat më të mira të çokoladës me qumësh në Gjermani. Fatkeqësisht Philippe nuk mundi ta shijonte plotësisht suksesin e kompanisë së tij. Ai vdiq në 1884 dhe kompania Schwart kaloi në pronësi të dhëndrit të tij, Karl Ross, menjëherë pasi Schwart prodhoi çokoladën e saj të parë me qumësh të Milka. Që nga viti 2012 ajo është në pronësi të kompanisë me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mondelez International. Kompania ka tregje në më shumë se 52 vende, tashmë ka shitur një numër të madh prej 400 milion copë çokoladash në të gjithë botën. Suksesi dhe populariteti i Milkas bazohet në përbërësit e tij. Marka shpesh thekson faktin se ata përdorin vetëm qumësht nga lopët që ushqen me barin alpin. Për klientët e mundshëm ka ndodhur të jetë një detaj i rëndësishëm në prodhimin e çokoladës. Për njerëzit kjo do të thotë që produkti është bërë me qumësh më të shëndetshëm dhe me cilësi të lartë. Milka është krenare për të, ndaj e kthye në pikën e tyre unike të shitjes. Milka është një emër i thjeshtë, por ndoshta pajtoheni që i përshtatet markës së çokoladës së qumshtit, një emër që kombinon fjalët gjermane Milch, që do të thotë qumësh, dhe kakao, që do të thotë kakao. Emri plot i produktit në etiketë në kohën kur u krijua Milka ishte Milka Schwarz, më vonë ndryshua në vetëm Milka. Ky kombinim është i rëndësishëm për të gjithë dashamirët e çokoladës, kështu që zgjedhja e Milka si emër i markës u drejtua drejt për drejt tek audienca e synuar. Tani le të flasim për rëndësinë dhe kuptimin e ngjyrës vjollc për markën. Është më shumë se një simbol për produktet Milka. Në vitin 1901, kur Milka u prodhua për herë të parë, etiketa e çokoladës ishte në ngjyrë jergavani dhe aty ishte një vizatim me një bariu alpin, i shoqëruar nga një lopë e cila po kulloste. Parimi ka qëndruar në njëjtë edhe sot, dhe është shumë i dukshëm në çdo atribut të çokoladës. Lila do të thotë jergavan në gjermanisht, është një ngjyrë me të cilën marka është rritur për të lidhur.
Lopa e purpur të zhvedhjeve ngjyra kanë pasur gjithmonë një lidhje të fortë me Milkan, duke bërë atë një markë të veçantë unike që e dallon nga markat e tjera të çokoladës në raftet e çokoladave në dyqan. Nuk do të ishte egzagerim nëse themi se marketingu i fortë luan një rol të rëndësishëm në suksesin afatgjatë të markës. Për shkak të fushatave të gjëra të marketingut, marka ka qenë e njohur dhe ka fituar popularitet që nga fillimi i saj dhe nuk ka të bëjë vetëm me popularitetin. Ata kanë fituar besnikëri dhe besimin e klientëve të tyre. Dhe në fillim të shekullit të 20 kur marka u prezantua për herë të parë në treg, ata përdorën automjetet e fasata për qëllime reklamimi dhe kjo nuk është e gjitha. Marka përdori të gjitha atributet që ishin të lidhura me produktin, duke përfshirë paketimin, posterat, kartolina dhe fotografitë e koleksionistit. Një burim i rëndësishëm i proteinave, karbohidrateve, yndyrnave, sheqerit, kalciumit, hekurit, fosforit dhe vitaminave si vitamina A, B dhe C, që janë gjithashtu të pranishme. Shtimi i rregullt i frutave kirni në dietën tuaj mund të përmirësojë tretjen dhe të ndihmojnë në çlirimin e fryrjes. Sëmundja enterike ose ethet tifoide shkaktohet nga disa baktere rezistente ndaj shumë barnave si Salmonella dhe Staphylococcus. Në studime laboratorike, në vitin 2007, u zbulua se ekstrakti i bimës së frutave kirni mund të ketë aktivitet antibakterial kundër baktereve që shkaktojnë tifoide. Gjithashtu këto fruta përdoren për të ulur sheqerin në gjak. Përdorimet të mundshme të frutave kirni për problemet e lëkurës. Një studim i literaturës nga Amandip në vitin 2021 sugjeron se ekstrakti i frutave kirni mund të ketë aktivitet antibakterial dhe efekte qetësuese. Gjithashtu përdoret për trajtimin e inflamacionit. Fruta dhe lëvorja e kirnit mund të përmbajnë një përzierje fitonutrientësh si polisakaridet, saponina, sterolet dhe tianina. Këto komponime bioaktive mund të veprojnë si aktivitete antiinflamatore dhe analgjezike. Mund të ndihmojnë në pastrimin e gjakut dhe vetit e tij antiinflamatore. Gjithashtu ndihmojnë në reduktimin e engjëve dhe skuqjes gjatë lëndimeve. Fruti kirni përmban të gjitha këto veti. Mund të veprojë si një antioksidant, mund të ketë aktivitet qetësues të lëkurës, mund të rrisë urinë, mund të veprojë si një agent kundër ulcerës, mund të ketë veti të mira tretëse, vepron si një agent antiinflamator, është analgjezik, ka aktivitet diuretik, ul nivelin e sheqerit në gjak, ka efekt antipiretik, ka efekt antimikrobik. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e Territori shqiptar për datën 9 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të shoqërohet me reshje shiu në shumicën e zonave, ndërsa në zonat malore verilindore do të ketë edhe reshje dëbore. Pasditja vijon me reshje shiu të herë pas hershme dhe intervale të shkurtra pa reshje kryesisht në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 3 orë me diell kryesisht në jug dhe bregdet. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 janar do të jetë rreth orës 6:59, ndërsa perëndimi rreth orës 16:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 0 deri në 9 gradë Celsius. Kukës -4 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi -4 deri në 6 gradë Celsius. Tiranë 2 deri në 9 gradë Celsius. Durrës 2 deri në 10 gradë Celsius. Kavaj 1 deri në 9 gradë Celsius. Elbasan 1 deri në 8 gradë Celsius. Berat 1 deri në 10 gradë Celsius. Korçë -5 deri në 4 gradë Celsius.
Vlorë, 5 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 0 deri në 8 gradë Celsius. Sarand, 3 deri në 12 gradë Celsius. Tani ju të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e Territori i Kosovës për datën 9 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mot me reshje shiu dhe bore në disa zona. Paraditja do të ketë reshje shiu dhe bore në shumë qytete ndërsa pasditja vijon me mot të ftohtë dhe vranësira. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -7 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 5 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 9 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 9 janar do të jetë rreth orës 6:58, ndërsa perëndimi rreth orës 16:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -6 deri në 2 gradë Celsius. Podujev, -6 deri në 1 gradë Celsius. Skënderaj, -4 deri në 2 gradë Celsius. Pej, -7 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, -6 deri në 2 gradë Celsius. Gjakov, -2 deri në 4 gradë Celsius. Malishev, -4 deri në 2 gradë Celsius. Gjilan, -6 deri në 1 gradë Celsius. Ferizaj, -7 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, -5 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, -4 deri në 4 gradë Celsius. Prizren, -5 deri në 5 gradë Celsius. Nderuar të rishikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër për 1:00. Ndërkohë të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.